gjuhën e përdorur. Ne mësuar gjithmonë me një gjuhë të drunjt, me gjëra të barazlarguara. Në rastin konkret ne kemi gjëra të shkruara të qarta, pra cilat janë problemet që ka Shqipëria, nga vijnë problemet e Shqipërisë. Nuk janë më çështje teknike, janë çështje politike që lidhen me majorancën dhe me mënyrën e qeverisjes. Është një raport që në një farë mënyrë jep një lloj oksigjeni opozitës, sepse akuzat e bëra nga opozita praktikisht janë të shkruara në raport dhe prek element shumë të rëndësishëm. I tha disa element zoti Gjoni, por mund të rëndësishme të besoj që kanë të lidhje me drejtësinë, pra nuk është më drejtësia e mirë e bukur që ne investojmë, por tashti kërkojmë rezultate nga drejtësia. Është çështja e Open Balkans, që e fshikullon atë që ka ndodhur, duke dëgjuar më pas dhe 2 intervistat e Vučić. Patjetër, që kemi komentuar. Dhe çështja e medias, edhe ajo është shumë e rëndësishme. Është thënë her pas here në raportet e BE-s apo të Parlamentit Evropian problemet e medias në Shqipëri. Këtë rast ishin të fokusuara më qartë, pra çfarë është media, kush e ka pronësinë e saj, çfarë bëjnë pronarët e saj dhe si kjo media përdoret për qëllime të qeverisjes dhe për t'i bërë fresk dhe lavd qeverisjes. Pa kaluar pastaj te pjesa e zgjedhjeve që është e shkruar, s'duket sigurisht skandarje më parti shtet. I OSBE-u dhe është vendosur i tillë. Kështu që në këtë pikpamje them që është një raport shumë i rëndësishëm, i cili detyron majorancën dhe qeverinë, nëse duhet ndryshoj. Andi, duhet qëndroj pak këtu. Edi Rama duket se ka rikthyer, nuk e di për çfarë arsyeje, po diu duk qartasi sepse që një kundërpërgjigje drejt për drejt për një status të mëhershëm të Edi Ramës së datës 30 prill, në cilin ai duket se që sëndiste, po them, një raport të reporterëve pa kufi në lidhje me situatën e medias në Shqipëri, u kundërpërgjigj kreu i reporterëve pa kufi, duke kujtuar Edi Ramës renditjen dhe situatën aktuale, por Rama nuk është ndalur më aq. Ndikim pak insertin 3 dhe kam pyetjen e drejt për drejt. Pasi Parlamenti Evropian shkoi deri në cilësimin si sulme mizogjene ndaj gazetarëve dhe dënoi dhunimin e fjalës së lirë, kryeministri Edi Rama, për të justifikuar cënimin e lirisë së medias, zgjodhi të hap një debat me organizatën Reporterët pa kufi, në një kohë kur në indeksin e tyre Shqipëria ka humbur 3 vende sa i përket lirisë së medias. Për të kundërshtuar këtë gjetje, kryeministri Edi Rama ka përdorur të dhënat e servirura nga Ministria e Propagandës, agjencia e ngritur nga Rama për kontrollin e informimit. AMA e drejtuar nga ish zëdhënëse e tij dhe një startup i krijuar vetëm pas